Miqtë e mirë, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë jemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ju përshëndes edhe këtë të premte të 7 nëntorit. Do të flasim pikërisht për ngjarjet e një jave më parë, të 28 tetorit, ditë e martë, tre ngjarje që rrodhën njëra pas tjetrës në harkun kohor të shumë pak orëve. Ngjarja e parë nisi pikërisht në Shkallnur të Durrësit, ku djali ekzekuton babain dhe më pas në pak orë kemi ekzekutimin e babait të 2 fëmijëve në sy të gruas bashortes edhe nënës së tij në Karlan e Beratit, dhe pas pak orësh kemi dhe ngjarjen që ndodhi midis kolegëve në një lokal tek komuna e Parisit. Ne ditën e sotme do të ndalojmë tek fillimi i kësaj dite, tek ngjarja e parë, tek ajo e Shkallnurit. Ne do të flasim ditën e sotme jo vetëm për ngjarjen, por personi që ka qenë dëshmitari okular, bashortja e të ndjerit dhe nëna e autorit, ka dhënë një intervistë ekskluzive për emisionin Me Zemër të Hapur. Fillimisht ne të ndjekim materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Ahmata. Do rikthehemi në transmetim të drejt për dëgjuar bisedën time me zonjën Kodheli, aq sa politika mund të na lëri për sa i përket edhe daljeve të politikanëve të ndryshme në këtë fashë orari. Gjithmonë nuk jemi nga e hëna në të premte, teksa politikanët duhet marrin përgjegjësinë për sa i përket ligjeve dhe sidomos atë të shëndetit mendor, shëndeti mendor që ka prekur pothuajse një pjesë të mirë të popullatës shqiptare, ndërkohë edhe kur personazhet që ndodhin ngjarje të tilla kërkojnë të flasin, përsëri politika në këtë fashë orari është me daljet e tyre, duke i mbushur mendjen popullit se ato bëjnë më të mirën. Megjithatë, ne do ta ndjekim ditën e sotme jo vetëm bisedën e nënës së autorit dhe bashortes së viktimës, por për herë të parë do dalin edhe letrat që autori ka lënë pas. Ndjekim fillimisht materialin. Një krim i rënd në familje tronditi vendin ku 25 vjeçari Marian Kodheli goditi me thik në zemër babain e tij, Pjetër Kodheli, brenda banesës së tyre në fshatin Shkallnur të Durrësit. Ngjarja u zhvillua brenda disa minutave, ku familja Kodheli sapo kishte mbaruar së konsumuari drekën me disa të afërm të tyre. Në një intervistë ekskluzive të nënës autorit, e cila ka qenë e vetmja dëshmitare në momentin e ngjarjes, detajet janë horror. Ajo rrëfen për emisionin se ishin vetëm 2 minuta që vendosën fatin tragjik të bashortit. Ajo u shprese mes dhimbjes sapo kishin ngrënë drekën. Bën përcjelljen e të afërmve dhe unë sapo dola nga dhoma, ku ndodheshin babë e birë. Vetëm kur dëgjova zërin e bashortit që më tha, shpëto veten, lajmëro policinë. Hyra brenda dhe i gjeta djalin duke i qelluar ende, e rrëmbeva dhe tentova të heq thikën. Ai u largua ndërsa bashorti ishte përmbys dhe kur e ktheva u mbulua nga gjaku. Shprehet ajo. Detajet ronditëse do të dalin në pa për herë të parë sot. Ndiqni rrëfimin. Me mua në studio ditën e sotme është avokatja zonja Ana Pertena. Përshëndetje zonjë, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Do të flasim së bashku me njëherë mbas një interviste të gjatë, edhe falenderoj në fakt zonjën që e pati mundësinë të fliste me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur në krahun tënd, Eksena Qirici, psikologja jone e përhershme. Përshëndetje Eksen, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, faleminderit Evis. Në këtë momente le të ndjekim nga regjia gjithë intervistën që kam zhvilluar me nënën e autorit, djalit të saj, që ekzekutoi babain, se çfarë ka ndodhur mes ditën e 28 tetorit. E ndjekim. Alo, zonja Kodheli, përshëndetje. Unë jam Evis Ameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. Ju jap ngushëllimet e drejt për drejta për humbjen e bashortit. Po doja të dija nga ju se çfarë ka ndodhur mes ditën e 28 tetorit, midis djalit edhe bashkëshortit. Faleminderit njerë që interesosh, po unë e kam dhënë të policia dëshmia gjitha, s'kam kursyer kur gjë. Gjithë, që kam di, që kam pa. Jam shumë e lodhën, jam shumë e trënditën. Në një bisedë paraprake që kemi pasur së bashku, zonja Kodheli më ke deklaruar që ke qenë pak kënaqur ditët e para me mediat, se kam tjetërsuar gjithçka në lidhje me atë që ndodhi mes ditën e 28 tetorit. Prandaj dhe ju telefonuam, sepse më premtua që kishit shumë për të thënë. Unë e di që ke dhënë dëshmi në polici,
Po ti vetë çfarë ke para ditë? Të merë kam pa, të merë zi, që të thamë, të merë kam pa, që me pa. Ju ishit në vend ngjarje ditën që Po, tu isha unë, të brenda isha, unë Ishte kam brenda? Unë e kam hestikën nga dorë, isha jashtë, sa pa ta dalë, kam i brenda i kam gjetë të përleshë, më burën me qonin kotë, asë kam pas zanka, asë kam pas të një lloj, asë dhe gjindje fare, kemi qanë kretë të qetë, atë ditë kretë të qetë, sa kanë qanë të nëzë cigarë në duanë. e kuptoj, ju kishit konsumuar drekën, më pas ke dalë për të konsumuar një cigare dhe kur je kthyer çfarë pe? Nuk e në cigarën, pa e nëse sa për qefë, se nuk pi cigare fare. E kuptoj. Burri dhe cigare qunit edhe janë nezi dhe burri nuk e pinte asë njëherë, se nga që ka punon në tokët edhe nuk ja doron. E kuptoj. I ka mushkrit për shkak edhe të punës që ka punuar në minjerë. 12 vjetë në tokët edhe ato së lekë si mori asë njëherë, hapun e punën. E qartë. Sa ku kishte djali që ishte rikthyer nga jashtë kufimve shqiptar? A këthy nga emigracioni. Nga emigracioni, sa ku kishte? Ka data 22 qershor ka këthy. Me datën 22 qershor, kishit vënë re gjatë gjithë kësaj kohe, deri me 28 tetor kur ndodhi ngjarja, diçka që nuk shkonte me djalin? Nga data 15 shtator, erdhë u mbyll në vetë, në fakt, vetëm ti nxjerr fjalët si me zër. Po të di, nuk e di. A keni kërkuar ju ndihmë tek specialistët e duhur? E kuptuat që diçka nuk shkonte? E qova ke doktoreshe më shkrive, se u kollipte në gusht, edhe me tha, në qëse nuk pi duhanin, ma të vjeri prap në muajin tetor, që ta kontrollojmë 10 herë. Kur kam shkuar në fillim tetorit, thash, në gjëj, thash, quni im është bo ma keq, duhanin e pi ma shumë, nuk pi një cigare, po pi nga 2 për njeri, ta thush, gati ta thush, se nuk pi dhe 2 për njeri me vërtet. Thash, ajo e bo ma keq, ajo tha, ajo ka një infeksionin në kokë, tha ti, tha, duhet me është një neurolog. Neurolog, ne i tha qunit burri, edhe aj, tentoj e hiku, kër i tha qunit burri, se do të shkoj me babi, tha, të vizitosh ka neurologu, i ka marrë një numër telefonit një neurologu, ky hiku, pa del drita hiku, e zbriti poshtë shpia motës nga i natë, si ardhi keq, se pëse më thot. E qyti për keq neurologu, e ke përsysh, unë mbyll, atëherë mbrapa. Si e përjetoj ai vdekjen, nëse vetëm përpara pak ditë se të ndodhte dhe tragedia në familjen tuaj, ju kishit humbur edhe vjerën, pra nënën e bashkëshortit, por edhe gjyshen e djalit. Si e përjetoj ai vdekjen e gjyshes? Unë ngri ma keq. E kuptoj, pra nuk e përjetoj mirë. Jo, nuk e përjetoj mirë, edhe atë. Megjithatë, keni pasur debate kohët e fundit në familje, ndonjë xhelozi për shkak të vllait, të ti? Jo, ma thonë të si me shakaj, je mami Marlinit, je mami atiti, jo, jem dhe jotja, jem e jotja për gjithmonë, për gjithve, e gjithve, jo me nda, asni. Nga momenti i 22 qershorit deri me 28 tetor, punon të djali? Jo, nuk punon të skun. Nuk punon të? Ishte i pa punë? Kishit probleme, do me thënë ju si prindër, ose edhe bashkëti ju të ndjerë që djali nuk punon të? Jo, i tha qunit burri, o babë tha, vinë që se do me punu për veti, babi nuk do lek, babi rurë një se mashin bakti. Jam vetë në gjenjë, unë thë, se kam problem vetëm që se do me punu, mi ma e leket vetë për veti, puno, për zdeshte, s'ka problem, babi, thas, asë njëherë se ka pasi shkajti këta. Sa ku ka qëndruar në emigracion djali? 6 vjetë. 6 vite, ka punuar në Francë? Ka punu në ndërtim, pa punu, pa regula, si të thamë në pa regula, e kuptoj. E përjetoj keq rikthimin në Shqipëri? Po, me vonë me tha, u jam penduar, që kam marrë, mas shtatorit, mas shtëvonë. Bile mas shtatorit, a fundin fillimi i tetorit, harroj datën, që kur i kam thanë. Mami thash, në si e pendu, vazhdo, thash, rrugën e ke gati, hik, në që se do lek të ndimoj unë, të ndimoj babi jëtë, vazhdo, mamë, thash, rrugën tane, sukri mësu, mës rri mu mbyllë, thash, vazhdo.
Nuk e di nga erdhi, nuk e di. Ai ka bën një shkrim, kam dërzuar shkrimin. Po, do doja dhe të pyesja, nga momenti që ti je larguar pasi ëngrë drek për të konsumuar këtë cigaren dhe deri në momentin që ti riktheve, dëgjove zhurma brenda shtëpisë banesës? Unë sa kam dalë në cep të borrit aty, 1, 2, 9, 10 metra maksimumi. Po. As kam gjuh zhurma, as kam gjuh zona njerë derisa kam marrë këtu drejt dritares shtëpisë time. Po. Ka marrë drejt dritares, më ka thirrë burri. Po val, shpëto veten, njofto policinë. Thash çka kanë to? Kam hyrë me vrapë brenda. Kur shoh çuni kishte ka përcjell burrit me thikat, asgjë tjetër. Kam arrije, kam kap thikën unë. Po. E kam kap thikën, e kam kap çunin për 2 dushe, e kam shtyp për kedera, e kam nxjerr për deret për jashtë. Kam mbyll derën me qelës, kam marrë dhe kam mbyll dhe dritaren, tu me dritaren, si e kam mbyll. Po. Atëherë kam gjetë burrin tim kthy për mys, e kam kthy nga mara, kaq, mulu me gjak. Pate mundësi të diskutoje me djalin pse e bëri këtë gjë? Jo me gjan, ai hiku djali hiku poshtë, me atë rrugë hiku, nuk ka kthy mase, disa gazeta thonë u kthy prap, mori dhe i ledh, nuk e kuptoj këto. Fakt disa gazeta edhe gabojnë, Po. edhe shpifin, mund kanë bojnë njerë ka disa. Po, e vërtet edhe kjo. Edhe më vjen keq për këtë Mama gjë. vetë, mama, që e kam lindë edhe e kam marrë 4 vjetë, kam marrë me pi i gjos. Po. Dhe ai në momentin që ti e tregove me hollësi se çfarë ka ndodhur, u largua dhe shkoi ku? Ke shtëpia motrës në plazh, atje është dërzu vetë policisaj. Ka shku policia atje dhe me ka thënë komshia. Masi ka mbyll derën e furgonin, për mu bo gati me hik, ka dal vetë e ka hyrë makinë policisë. Ka vot ke makina policisë. Aty e kanë kap ato me pranga. Po. I kanë dhënë dhe ujë, se ka mirat fikët. Po. I kanë dhënë dhe ujë vetë policë, edhe ke veni. E kuptoj. Pra është vetë dorëzuar thoni ju? Po vetë dorëzuar, ato kanë kap, po atëherë ajo komshia më ka thënë ka dal vetë nga dera, se nuk ka prit kush më shku me i thyr gjamin e me i thyr derën. E kuptoj. Nuk e kanë bërë lokal motrës vetë. Sa larg është shtëpia juaj me lokalin e vajzës? Oj, nuk ka lokal i vajzës, është shtëpia motrës time. Po, sa larg janë këto dy banesa? Unë jam në Kodra Kuajve, Po? lartë me shtëpi. Ai është në plazh, në diçka mi ka vajzë poshtë, në Bregdet. E kuptoj. Gjatë kësaj rruge që ka përshkruar djali, e ka takuar dikush, e ka parë dikush? Jo, vetëm plazh atje e kanë takuar ajo komshia që ka pas shtëpi tu dhe ka ble aty afër shtëpisë, ajo ka pa kur ka hyrë, ke shtëpia motrës, ka hap derën tha dhe kur ka dal ka pa furgonin e policisë, ka mbyll derën dhe ka dal vetë. A ka folur, ka konsumuar diçka me motrën tuaj? Motra nuk është këtu, nuk jeton këtu, ka pas qelësin E këtu. kuptoj. Motra jeton në qi. E kuptoj. Fshinja juaj e kishte parë të shqetësuar, kishte mundur të fliste diçka? Si e kalove i tha mirë, keqën. Që kjo Marian në momente ka hyrë policia. E kuptoj. Do doja të dija, gjatë momentit që keni konsumuar edhe drekën, duke qenë se ke pasur edhe kunatat atë ditë në shtëpi, keni pas njerëz. Po, keni vënë re diçka të veçantë tek djali, ndoshta nuk i ka respektuar siç duhet hallat apo Ai ka qenë sikur ka respektuar neve, ka respektuar dhe hallat. Nuk ka bëjë gjëna të veçanta me hallat. Po, ai përflitet që ka lënë edhe një letër. A mund të më thuash, e keni gjetur këtë letër, çfarë thoshte në letër? Ka ndërzuar policia ato letrat. Letrat janë pa lidhje njerëzore, nuk e di që ka ato. S'unë kuptoj. I gjetët ju letrat? Unë i gjeta dhe ja kam Çfarë shkruaj në ato letra? Nuk pa lidhje, nuk mund e kuptoj se çfarë shkruante. Pra, fjalë të pa kuptimta, apo jo? Kuptimta fare. Ka ngrënë drek atë ditën e mesditës së 28 tetorit? Ka ngrënë drek me hallat me ju? Hanin drek hallat. Dolën hallat jashtë, erdhi çuni kunatës për të marrë hallat. Njëna ishte mama vet, tjetra ishte tezja. Po. Edhe i thash Marian, hajde mama bukën e ti me Alfonsin sa ti i vjen zor për të hangër, dosha që të hante, jo se i vjen të zor. I dosha që të hante edhe ky. Hajde hanë me Alfonsin, thash i vjen turp, Fonsin që në haj vetëm. Po. Erdhi, hangër bukë mirë. Çfarë diskutuan në atë tryezë? Pati biseda normale, njerëzore? Normal as, një zën nga as, një debat as. Ja.
Nuk i rrin t'i mbyllun. E kuptoj, vetëm do doja të dija, sa zgjati momenti kur ju dolët për cigare dhe ju tha bashorti që shpëto veten dhe lajmëro policin? Sa minuta, sa kohë zgjati? 2 minuta, s'kam ne 2 minuta, 3 s'ka zgjat tjetër, se nuk i kam lënë, e ka nis cigaren burri, ka nis quni, unë e kam lënë ma la dhe unë e kam lënë të valintar do ta nes kur të vi, kur t'hy brenda, nuk e nes jashta. So unë nuk e nes, nuk pi duhan, vetëm e kisha sa për qef. E kuptoj. Tu bësha ka me qunin, se nuk e pi duhanin. Po çfarë mund të ketë ndodhur midis bashortit të ndjerë, por edhe djalit? Ata e din ato, se unë nuk e di fare, s'kam dëgjuar as të lloj zënie. Atë ditë në mëngjes ose disa ditë më përpara keni vënë re shqetësime tek djali, ka pasur debate midis bashortit të ndjerë dhe debate, djalit? jo, vetëm është mbyll për vetvete, thash pra. Vetëm mbyllja në vetvete. Po, as një lloj debati. Sa larg mund të kesh qenë ti me debatin që mund të kenë pasur ata të dy? Bisedën ndoshta. Me qenë zën, me qenë me ngri një qik zënin, unë e ngjosha si ishte dritarja hapur. Me kupta? S'kam gjuhë vetë momentin kur ka thirr burri, kur kam marrë drejt dritarës, se me ka pa. Kur kam hyrë brenda i kam gjetë duke për lesh. Burri shka e të mbrojtë, se s'kishte gjë ndër. E kuptoj. Thika ishte një thikë që ju e përdornit në banesë? Jo, s'është e imja jo. S'është e juaja? Jo. Ku mund ta ketë gjetur djali? E ka bler? Do ta ketë bler, se këtu s'ka që në thikë, nuk është e imja. Pra, thika nuk ju përkiste juve? Jo. Dhe e keni gjetur të ndjerin duke qenë në pozicion mbrojtës dhe që djali pas një lloj paralajmërimi mund ta ketë qelluar babain, apo jo? Po, ka qellu, kur kam hyrë brenda i ka pas qellu. 3-4 herë, ku di unë. Për një e kam pa unë zemër si e shtrina, se e mbule gjak. E kuptoj. Ju dolët e pa dëmtuar duke qenë se arritët ta largoni djalin? Po, vetëm pak më ka praktika kur e kam kap nga dora, se jo se me theri më ngulli mu. Pa mirë ma kishte ngullit mua, me kishte që ma. Më vjen keq. Bëri rezistencë kur ju u afruat? Ai donte jo, me mua donte të godise prap. Burin, jo mua. E kuptoj. Po, pse mund të ketë ndodhur, pse gjithë ky mlef ndaj babait? Nuk e di, ai kishte kaluar në depresion, s'kishte mlef. Nuk ishte mlef? Jo. Vetëm çështja e depresionit. Po nuk mund ta kuptonit ju më parë zonjë, duke qenë se ju ka paralajmëruar edhe mjekja e lagjes? E kam quke doktoresha Mushkrive. E Mushkrive, po. Po ajo vuri re diçka, bravo. Vuri re diçka. Ju nuk morët në ndonjë mas? Ja. I thash burrit ta qëm, thash ta qëm me polici, me gru tha policia se merr. Nuk e merr për pa bën një ngjarje, se merr për psikologjinë tha. Për depresion, se ka depresion, nuk ta merr policia, pa bën pa i shkat. A pse ju e rekomandua, do me thënë që mund edhe ta denonconit në polici? Edhe burri ka thënë i ndjeri, diskutu me një tjetrin, në dy. Në fakt? E gruza ta qëm ne djalin në ke policia për pa pas në i shenjë, në i gjohë që na boni. Si ta qëm? Edhe këshuma. Jo, dhe shumë e drejt kjo gjë. Bashorti ka thënë të drejtën i ndjeri. Pa bërë diçka nuk mund ta çonit në polici. Po pse duhet ta çonit në polici edhe jo tek mjeku? Kjo është çështja. Po në zemër nuk shkonte, ishte i fortë, si do ta qoshim ne? E kuptoj. Pra, po ti thoni që duhet të shkojmë ke mjeku, nuk do pranonte. Jo, kur. Pra ju thoni që i ndjeri bashorti juaj dhe djali nuk kanë pasur marrëdhënie të trazuar as në fëmijëri, as në adoleshencë, në rini, por as edhe tani që u kthye nga emigrimi. Po tash. Nuk kanë pasur mes njëri tjetrit. Pare, as burri i thonte bab, nëse s'ka lekë babi lek. A i mbaj me lekët tuaja kohët e fundit? I jepnit ju para apo kishte para? Jo, pas lekët e veta. S'ja kemi marrë si lekë. A mund të pyes edhe diçka ku i gjetët letrat e djalit? Letrat e kam gjetë tuk shtëpia unë. Po, në çfarë vendi? Në dhomën e tij apo? Në dhomën e tij, këtu fleti ku ka nejt në dhomë, ne i thomi dhomë pritje, aty flinte ai. Atëherë kur ranë depresionin ka bën do flet format, si kam pas gozën shkollë lartë edhe ka pas blej një blok nga to fletet format bardha.
Dhe kishte bo kopje 10 copë kopje. Qartë. Ah. Dhe çfarë Do t'i shkruante? qenë- Konkretisht, fjalë të pakuptimta, po çfarë? Gjatë i që me WhatsApp 2-3 fije letra të Po, lexosh tjetër. patjetër. Edhe ta mbyll ta Patjetër, uloda. nuk e di, edhe unë do ta mbyll. A keni pasur mundësi ta takoni djalin se kur doli për mas sigurie në gjykat nuk ka qenë asnjë nga familjarët? Ja, s'kam qenë as nga njoftu, kurse s'kam shku, a ditë se e kanë pru, po a ditë kam qenë nga policia, me e bili i kam përtitur qenë, thash, ma mbylla derën, kaq. Çfarë të tha? Fare, vetëm ka po mbi shtyrit. A do mundeni ti paguani një avokat tani për mbrojtjen e tij? A për zotë s'kam jam vetëm qyqe, kalamajti kam jashtë, s'kam me qa me hec, tishti a i ndjeri i gjallë, unë vdek, a i do hec i shkreti. E Unë qartë. thash, s'ka diferencë, s'di ka të shkoj. Të gjesha një avokat të saktë, të gjesha një psikolog, do ishte shumë e madhe për mua, ajo ishte ndihmesa më e madhe. E kuptoj. Por ndërkohë, zonja Kodheli, do doja të të pyesja pyetjen e fundit për ta mbyllur se dhe nuk je në gjendje dhe unë të falenderoj për këtë intervistë që zhvilluam bashkë. Atëherë, mund të më thuash ti do shkosh për ta takuar në burg apo nuk je gati për momentin? Herë për momentin s'jam gati, por kërkesën e kam bë. Për ta takuar. Po. Edhe një herë. Por se di se Po. një më tha në Durrës, një më tha ke 313, nuk e di, dhe shkej të interesohem ke prokuroria, ta shoh. Ma vonë, jo herë. Njëherë jo, njëherë 3 herë. Unë të Jam e gati për të takuar, se jam qik se sume më edhe mund t'i përtas, a i s'ka nevoj për përtit, me se ka dalë qa mi përtit. E qartë. Unë të falenderoj edhe njërë, të jap edhe njërë ngushlimet e drejt për drejta. Falenderit që folëm së bashku, ashtu si që më kishit premtuar, që kishe shumë për të thënë dhe më the shumë detaje ditën e sotme. Falenderit edhe njërë dhe ngushlime. Bëhu e fort. Në bas hapësirës së parë publicitare kemi ndjekur në pjesën e parë të këtij emisioni intervistën e zhvilluar me nënën e autorit, djalit që ekzekutoi babain në mesditën e 28 tetorit, ditë e martë, dhe më pas nga kjo ngjarje janë pasuar edhe 2 ngjarje po kaq të rënda sa edhe kjo që kemi trajtuar ditën e sotme. Përveç intervistës me nënën, të cilën e falenderoj në kushtet në të cilat ajo ndodhet, përveç denoncimit që ajo ka bërë në polici dhe kallëzimit të saj në lidhje me rrethanat e ngjarjes, ajo ka dhënë edhe këtë intervistë të parë, të drejtë, ekskluzive me shumë detaje të ngjarjes dhe ashtu siç e dëgjuat edhe nga intervista e saj që pretendonte do të na dërgonte letrat që ajo ka gjetur të djalit dhe asaj duken të pakuptimta. Letrat të cilat edhe përgjatë hapësirës së parë publicitare ne i kemi trajtuar me 2 specialistët tona, me psikologën edhe me avokaten, ndërkohë që regjia shfaq tashmë në wallin qendror letrën e parë. Ne do t'i analizojmë të 3 letrat që zonja na ka vënë në dispozicion. Kjo është letra e parë, kalojmë tek e dyta, regjia. Presim pak çaste dhe pastaj marrim në analizë. Kjo është letra e dytë dhe më pas jemi tek letra e tretë dhe kjo është letra e tretë. Këto 3 letra janë dorëzuar sipas nënës së autorit dhe gruas së viktimës në polici. Megjithatë, në një sy të shpejtë që specialistët e emisionit Me zemër të hapur e kanë edhe përgjatë hapësirës publicitare, ne dalim tek letra e parë që e ka fokusuar në wallin qendror edhe regjia. Atëherë, Eksenam, ndoshta po, jemi këtu. Nga një vështrim i parë, pastaj lexojmë letrat me intimitet për t'ja deshifruar, se ndoshta edhe për shkak të logos, që puna jonë të mbetet e jona, brenda redaksisë emisionit Me zemër të hapur, kemi vënë edhe logot. Atëherë, Eksena, çfarë shikon? Se ishit në një mendje dhe me avokatën. Po, shoh që duket një pjesë e sektit, pra është një formim psikologjik, i cili individi ka arritur një zemërim kryesisht ndaj popullsisë, ndaj njerëzve, dhe kjo ka sjell jo paqe. Pra brenda tij, ky zemërim ka shkuar në atë lloj niveli sa ai nuk ka më paqe.
Po pse ki sektet? Sepse qëllimi i sekteve është që të çorientoj individin në besueshmërinë ndaj shoqërisë dhe ndaj njeriut, të besoj që duhen marrë masa ekstreme që gjithë kjo mungesë mirënjohje, pra gjithë kjo situatë jo normale që ka sjell jo paqe, kërkon një akt final ekstrem që kjo situatë jo e mirë të përfundoj. Sepse ka dhe një element të lexojmë derisa popujt, individët, të krishterët dhe adhuruesit e yjeve t'i shohin këto ndryshime, nuk do të ketë kur paqe. Pra, do të thotë që brenda tij nuk ka paqe, sepse shoqëria sot ka diçka e cila nuk shihet. Dhe gjersa kjo gjë të shihet, atë çfarë sheh ai, atë çfarë kanë bindur të shohë, nuk shihet dhe gjersa të shihet, nuk do të ketë kur paqe. Do të thotë që brenda tij nuk do të ketë kur paqe, gjersa të arrihet ajo pikë për të cilën e kanë trajtuar mëndërisht për të besuar në raport me, se kryesisht tendenca për të shkuar vetë ekstremitetit ndaj vrasjeve ose individuale ose vrasjeve masive, kjo lloj gjendje në cilën e kanë formuar. Vetëm kështu mund të mbizotrojë mirënjohja, tjerët do gjynjëzohen mes tyre. Ka kuptim fjalia e parë me fjalinë e dytë apo mënyra se si ai ka ndërtuar fjalitë dhe pse të shkon me njëherë mendja jo vetëm ty, por keni qenë një zëri në dakordsi të plot edhe me avokaten që kemi të bëjmë jo vetëm me shëndetin mendor, por edhe pjesëmarrje në sekte, që Franca e ka shumë të theksuar. Është një shëndet mendor. Dhe janë bërë investigime shumë të mira në Francë në lidhje me sekte. Nëse marrim periudhën e moshës 19 vjeç, kur ai ka shkuar dhe deri 25 vite, pra 6 vite kanë qenë se thuash të mjaftueshme për të krijuar këtë lloj tronditje psikologjike, sepse është vërtet, pra këtu ka një kaos në të shkruar, pavarësisht se mesazhi në tërësi është i qartë, dhe duket që nuk është një mendim i bazuar në një logjik të vazhdueshme, por janë mendime pra që vinë kryesisht nga elementi i zhgënjimit. Pra do të thotë që nuk ka më mirënjohje, nuk ka më paqe ndaj kësaj dhe të gjitha ata që e kanë krijuar këtë lloj gjendje duhet të gjynjëzohen, do të thotë që kthimi i paqes vjen nëpërmjet gjynjëzimit apo vdekjes. Po, kalojmë tek e dyta. Ja. Në fakt kjo është e treta, do donim tek tjetra, ju lutem regjia, tek letra që në fakt ka nisur të shkruaj diçka dhe e ka prishur këtu. Po. Pa qytetet nuk u përkasin njerëzve normal. Normal dhe të komunikueshëm, derisa zhurmat të ulen dhe tensionet të normalizohen. Çfarë do të thotë? Pra, këto janë gjendjet për në të cilën ai ka kaluar. Derisa qytetërimeve të rikthehet jeta normale, t'i kthehet normaliteti dhe të mbizotrojnë, nuk do të ketë kur falje, ëngjëlli i vdekjes. Pra nuk ka falje për këtë situatë që është krijuar, nuk ka falje, sepse ka njerëz të cilët nuk janë normal, nuk janë të komunikueshëm, ai ka zhurma, pra duket pra që gjithçka që i është thënë ka krijuar tek ai një kaos, sepse shëndeti mendor mund të manipulohet ose orientohet drejt një akti ekstrem kur është në kaos. Pra kur ti ke arritur të krijosh një gjendje psikologjike kaotike, ti ke mundësi me këtë person që ta çosh në atë lloj ekstremiteti në cilën e ke përgatitur. Po. Dhe parashikosa nuk ka kur falje, do të thotë që vdekja është shpëtimi i vetëm i kësaj jo normale. Dalim edhe tek letra tjetër, e treta dhe e fundit, dhe përveç analizës letër më letër, të kemi edhe një analizë më të plotë e Ksena tënden, derisa i padituri thot të bindet dhe kokfortët të çajnë malet dhe shkëmbind, më të fortët me kokën e tyre të lartë. Shkëmbind më të fortë me kokën e tyre të lartë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që njerëzit janë të paditur, janë kokfort. Këto janë dy koncepte, të cilat pra i padituri nuk e çfarë i bën, se është i paditur,
Dhe kokëforti është kokëfort, do të thotë që nuk kanë hapësira për të ndryshuar mendimin. Pra, përforcojnë mendimin që kaosi në këtë botë është i pandryshuar, që personat që e kanë krijuar janë të paditur, do të thotë që nuk kanë mundësi për ndryshim, ja kokëfort, që do të thotë që edhe më shumë përforcohet, pra se kokëfortët të çajnë malet. Mali është i padepërtueshëm nëpërmjet. Pra, psikologjia vazhdon dhe rrintet, duke theksuar që çfarëdo gjëje që ti të mendosh si zbutse për paqen në këtë vend është e pamundur që të ndryshohet. Derisa politikanët i dërgojmë në për internime dhe kampe të largëta për nder të qerrjeve të tyre, për të ndarë qerrjeve të tyre, nuk kuptohet mirë. Pa, duke janë mendime kaotike, por tregon që i ka vënë gishtin se kush e ka krijuar këtë lloj situate kaotike. Dhe kuptohet që se ka qerrjeve të tyre derisa shkretëtira të tjera dhe gadishuj të pastrohen nga ushtrit dhe drejtuesit e rrem dhe të ligë. Pra, këto janë mendime që nuk kanë asnjë lloj vlere. Pra, ne kryesisht këto elementet të menduarit i kanalizojmë të çështjet psikotike, pra të psikozat. Sepse nuk kanë asnjë lloj. Tani kemi të bëjmë me psikoza apo kemi të bëjmë me përfshirjen në sekte. Se duhet të ndarë kjo gjë. Nëna e ka, edhe ne si gazetari kemi shumë të vështirë, por nëpërmjet analizave tuaja ne mund të kuptojmë se çfarë ka dashur të thotë autori nëpër këto letra, dhe nëse dikush do t'i kishte gjetur përpara besoj edhe ngjarjes dhe ti kishte dorëzuar diku, besoj se edhe nëna e tha që mjekja e mushkrive na tha ta çonim tek neurologu. Ndërkohë, unë nuk mundesha bashkë me bashortin, se një djalë 25 vjeçar, mënyra se si i drejtohej nënës, që ti do vllajin dhe jo mua, pavarësisht se ajo i thoshte që 4 vite të kam dhënë gjy, edhe ndërkohë unë do jem e jotja për gjithmonë. Pra, kuptohet që edhe ajo po vuante së bashku me bashortin. Është e vërtet. Nëse do ishte një element psikoze të cilën kishte filluar dhe ishte me individin, sigurisht do kishte dhënë shenja edhe gjatë rritjes së tij, pra edhe gjatë adoleshencës. Dhe nëse gjatë intervistës i kanë pasur dhe nuk janë kuptuar. Po, pra mund të kenë patur, por gjithsesi do të kishte gjëra që ka ikur në Francë. Shumë. Kjo është edhe më e vështirë, sepse ka ikur në moshë më kulminante, të cilën i ka përcaktuar. Aty ku edhe shfaqen këto elementet e parë, me sa diun tek meshkujt rreth kësaj moshe 19-20. Edhe për sektet është më e lehtë, kryesisht sepse Franca po e vuan, po pikërisht moshat të cilat janë në një lloj vështirësie apo në një lloj krize të formimit të mendimit dhe emocioneve, kanë më të lehtë ta çorientojnë aspektin psikologjik. Duket pra që është një mendim i orientuar drejt për të krijuar një çekolibër, për të krijuar dyshime që nuk janë të vërteta, për të krijuar një gjendje psikologjike kaotike, dhe kjo është e qartë edhe e shpjegueshme përse ai ka arritur të vrasë babain, ndoshta edhe detaj i vazhdimit të kësaj vepre apo fakti që mbante një thik me vete, do të thotë që kjo gjendje dhe tërheqja në vetvete, kjo gjendje ka filluar të bëhet serioze pas rikthimit të tij, se ndoshta është shkëputur nga qershori deri në tetor kur edhe ka ndodhur. Po nëna cilësoj një element me rëndësi 14 shtatorin. Po. Sepse pikërisht 14 shtatori, pra ky ndryshim drastik, pra çfarë ka patur më përpara që nëna nuk e dallonte dot dhe dallojnë pas 14 shtatorit. Pra, pas 14 shtatorit, thot ajo, filloi dhe u mbyll fare në vetvete. Në vetvete. Ndoshta nga qershori deri me 14 shtator ka dhënë ato elemente parë, por mund të integrohej në pjesën familjare dhe më pas nga 14 shtatori dhe deri me 28 tetor që ndodhi edhe ngjarja, ka qenë edhe vdekja e gjyshes, ka pasur ndoshta edhe elemente të tjerë në familje, aty ka vendosur të mos flasi, me sa duket më dhe të konsumoj cigaret edhe në mënyrën që nëna edhe e përshkron. Sepse e shqetësonin mendimet, pra mendimet që ka shkruar, sigurisht janë shqetësuese dhe këto mendime kërkojnë një veprim final. Kjo justifikon edhe faktin që ai mbante një thikë e cila nuk i përkiste familjes? Patjetër, sepse ai ka patur dyshimin që një veprim i tij do ta shpëtonte botën nga gjithë këto vështirësi dhe dilema ose mungesë paqe. Pra pikërisht kjo, sepse prandaj janë mendime të dëmshme, prandaj janë gjendje psikologjike shumë të rrezikshme, sepse njeriu nuk arsyeton
dhe nuk është në gjendje të kuptojë që është duke vrarë familjarin e tij. Dhe prandaj konsiderohet. Zonja thotë që nuk ka pasur debate, ose më mirë, unë nuk kam dëgjuar vetëm nga dritarja hapur e kuzhinës që bashorti më tha, shpëto veten. Shpëto veten. Pra kjo e përforcon edhe më shumë mendimin. Pra, ka qenë një vrasje pa paralajmërim, pa debate, që zonja nuk ka dëgjuar absolutisht asgjë. Sepse varet çfarë ka perceptuar në momentin që ka kryer, pra në 2 minuta që ka pasur përballë. Ai nuk e ka dalluar, nuk e ka dalluar më që ka patur babai. Në momentin që ka bërë veprën, sigurisht nuk e ka dalluar që ka qenë babai i tij dhe ka ndjekur të gjitha mendimet që kanë qenë të formuara për një kohë të caktuar. Ka qenë nëna ajo që ka parandaluar gjithçka. Nuk tentojnë në asnjë moment të më godiste mua. Unë edhe dëmtimin e vogël që kam pasur, e kam pasur për vetë faktin se e largova duke i marrë edhe thikën. Sepse mendimi... Ai largohet dhe jo siç kanë thënë mediat që është rikthyer, nuk është rikthyer më. Mendimi që në raport me vrasjen e babait ka qenë ai personi që sipas tij do e shpëtonte pra të gjithë këtë anormalitet, pra ka qenë ai objektivi. Nuk ka qenë nëna, pra mendja e tij është fokusuar që ky është objektivi i cili më shkakon mua gjithë këtë mllef dhe inat në raport me padvëtësitë që i bën botës dhe njerëzimit. Dhe prandaj nuk ka qenë i qartë se kë ka patur. Dhe më pas, mbas veprës, mund të ketë kuptuar që ajo çfarë ka ndjekur nuk është realiteti. Të gjithë që e dinë në fakt zonën e Shkallnurit dhe sidomos për sa i përket Kodrës së Kuajve, vendi ku ka ndodhur edhe ngjarja, por që shpeshherë vizitohet edhe nga shqiptarët, sepse është bërë një vend me atraksion turistik, dhe deri në pjesën e golemit të plazhit, aty ku ka shkuar në shtëpinë e tezës dhe më pas është vetë dorëzuar. Dikush e ka parë edhe të shqetësuar, por që nuk ka bërë asnjë lloj rezistence tek policia dhe nëna thotë u vetë dorëzuar dhe nuk shkoi policia për ta arrestuar. Mund të flasim pak ky përshkrimi, se janë disa kilometra të mira, është goxha minut nga Kodra e Kuajve për të zbritur poshtë deri në plazhin e golemit. Ndodh që personat që bëjnë një vepër duan ose të qëndrojnë aty, varet nga arsyeja që ai ka bindur veten për ta vrarë, ose largohen. Dhe gjatë kohës që largohen, sigurisht kuptojnë në një mënyrë apo një tjetër se kë kanë vrarë dhe pse e kanë vrarë. Dhe fakti që është dorëzuar, sigurisht tregon që mendimi i momentit ka qenë i momentit dhe më pas ai ka kuptuar që ky mendim e ka çuar në një akt që ai nuk do donte ta bënte. Qartë. Dhe dorëzimi tregon që ka krijuar një lloj kuptueshmërie në raport me veprën që ka bërë. Çfarë duhet të ndodhi në fakt me autorin edhe nga ana ligjore për sa i përket edhe shëndetit mendor, që është e dukshme, thoni ju, është e dukshme, thot nëna, flasin letrat dhe provat që ai ka lënë pas kësaj ngjarje të rënd, si do klasifikohet, jap një herë fjalën avokates zonjës Ana Pertena, dhe deri ku do shkojmë me këtë 25 vjeçar, a do ta kemi klasifikimin për sa i përket mjekimit të detyrueshëm, duhet jetë nëna pastaj që mbas një rikuperimi a do ta kthejë në gjirin e familjes, para ajo është traumatizuar, sa ajo të jetë në jetë nuk besoj ta rikthejë në shtëpi, kush do kujdeset për këtë 25 vjeçar, duke qenë se pjesa tjetër e familjes ndodhet e gjitha jashtë kufive të Shqipërisë. Megjithatë, si do klasifikohet? Sepse dhe ju ishit e mendimit që mund të jetë përfshirë në Francë, pikërisht në ndonjë sekt fetar. Evis, mendoj që është një ngjarje shumë e rëndë. Vrasja brenda familjes është forma më e lartë e shkatrimit edhe të lidhjes njerëzore, por edhe brenda familjes e lidhjes familjare. Normalisht nuk është rasti i vetëm, nuk është rasti sporadik, po gjithsesi, domethënë në këtë rast unë mendoj që ka probleme të rënda edhe psikologjike dhe psikiatrike. Edhe format e të shkruarit të letrës, cilat janë edhe rastet të tjera që ndodhin, edhe kemi parë, por edhe mënyra se si ka vrarë pa ndjesi, pra pa një shkak, pa një sherr brenda familjes, mendoj që në kokën e tij ka pasur mendime të cilat edhe thika dëshmon që ai e ka pasur për të mbrojtur veten ose për të bërë një krim për të shpëtuar njerëzimin etj, siç edhe thot në letrat e veta. Çfarë ndodh nga ana juridike?
Prokuroria pasi merr në shqyrtim heton ngjarjen natyrisht që e çon edhe për aktin psikiatrik, i vendos një ekspert edhe bën edhe psikoanalizën e tij se si është nga gjendja mendore. Do kërkohet kjo që? Patjetër. Po. Kështu që në hetim do përfshihet edhe duke qenë se nëna thotë që edhe mjeku i mushkrive ka rekomanduar që ta çojnë tek psikiatri. Tek mjeku i mushkrive. Po, pikërisht. Pra ka kuptuar diçka nga sjellja e tij. Në sistemin e referencës që ne nuk e kemi. Pikërisht, por do ketë kuptuar diçka nga sjellja e tij që ja ka rekomanduar. Përderisa dhe prindrit e kanë biseduar me njëri tjetrin se si është e mundur që ta çojnë në një mjet psikiatër, do të thotë që edhe prindrit kanë kuptuar që ai ka ardhur me pasoja nga Franca. Dhe pasojat mendoj që kanë qenë të rënda përderisa ata janë në një moshë caktuar dhe nuk e kanë lënë në neglizhencë. Pra, është diskutuar. E kanë kuptuar që rasti është më shumë se sa i rënd për ta çuar. Nuk e kanë lënë në por nuk arritën ta finalizonin. Po e vis, po këtu vim te problematika që ka vetë shteti. Se edhe policia po ti drejtohesh, do të thotë Indiri kishte thënë, po nuk arriti të bëj diçka, po të herën e parë dhe të vetme që e bëri ekzekutimin e babait. Pra, të shkosh në polici, nuk i ke këto ndihma, lehtësira për qytetarët. Ti thuash hajdeni dhe ma merrni dhe ma çoni për një mjekim të detyrueshëm me forcë. Ky është problemi e vis. Sepse në raste të tilla referon te policin, por edhe familja paralelisht me mjekën njoftonin policin. Prandaj po them që vetëm nuk ekzistojnë hallkat. Tani këto probleme po shtohen, nuk janë më sporadike, po bëhen të vazhdueshme. Problemet psikologjike janë shtuar, problemet psikiatrike janë shtuar dhe kështu që duhet një mënyrë tjetër e evidentimit të rastit, po edhe e marrjes së rastit për ta verifikuar dhe për ta çuar aty ku duhet. Çfarë ndodh? Nuk është policia, nuk është detyrë e policisë që të marrë një sëmurë mendor dhe ta çojë për ekzaminim. Duhet të vi mjeku, duhet të bëhet hallka mjekësore e rëndësishme. Mjeku psikiatër nuk duhet të rri dhe të thotë ma sill ti me forcë deri tek unë. Tani mjeku psikiatër duhet shkojë të evidentojë rastin atje ku është rasti, se s'ka mënyrë tjetër. Nuk e çojnë dot më prindrit një djalë 25 vjeçar. Më duhet të kaloj linjën tek studio informacionit e kolegja Ola Bruko, bashkë kalojmë në publicitet dhe pjesën e tretë mund ta gjeni në YouTube. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të emisionit të sotëm, ndërkohë që në pjesën e dytë e kishte marrë fjalën avokatja Zonjana Pertena, duke folur për ngjarjen e rënd të Shkallnurit në Kodrën e Kuajve me datën 28 tetor. Në mesditë djali ka ekzekutuar babain, dëshmitarja e vetme ka qenë nëna e autorit dhe bashortja e të ndjerit dhe ka dhënë një intervistë të parë dhe ekskluzive çfarë ka referuar jo vetëm në polici, por edhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Prandaj falenderoj edhe një herë këtë zonjë të nderuar që gjeti kurajon të fliste për atë ngjarje që tronditi mbar opinionin publik, por duke na vënë në dispozicion edhe letra që i biri kishte shkruar përpara se të ekzekutonte babain. Dhe unë dua të dal pak zonja Ana, duke të kërkuar ndjeset për ndërprerjen e mendimit edhe tek klasifikimet e kësaj vepre penale. Pra, për të kuptuar më qartë. Siç po thosha, sistemi është në dështim dhe këtu është rasti mjekësor, mendoj unë. Po gjithsesi, nëse nuk është rasti mjekësor, pra nëse nuk është në kushtet e një depresioni ose problemi psikiatrik, atëherë kjo vepër penale klasifikohet tek vrasja brenda familjes, edhe dënimi është shumë i lartë nga 20 vjetë deri në burgim të përjetshëm. Ndërsa nëse do të klasifikohet si smurë mendor për cilin do shpret edhe ekspertiza me patjetër, gjatë këtij hetimi derisa prokuroria të dalë me vendim do të bëjë edhe një akt psikiatrik në lidhje me autorin, duke marrë edhe këto provat cilat nëna i referon, por edhe thënjet se do ta marrë edhe si dëshmitare dhe nënën, thënjet e nënës që janë përpjekur disa herë, por nuk kanë pasur mundësi ta çojnë praktike për ta çuar te mjeku psikiatër, atëherë do të klasifikohet vepra penale, nëse nuk do të klasifikohet si smurë mendor,
tek neni 79C vrasës se brenda familjes. Nëse do të klasifikohet si sëmur mendor, atëherë neni 46 i kodit penal parashikon mjekimin e detyruar. Që do të thotë mjekimi detyrueshëm për gjithë ata që po na ndjekin në transmetim dhe nuk e kuptojnë që është një masë dënimi, por është një masë dënimi që personi e kalon në një burg, në një institucion të vuajtjes së dënimit po që është burgu i Shënkollit, me sa di. Është burgu, varet se ku e çojnë, ka edhe spitale të burgut, të cilat mund të jenë dikur i çonin në Zari, me mbylljen e Zarisë dhe kushteve njerëzore, tashmë kalon në burgun e Shënkollit ose në spitalin e burgjeve mund të ketë një shtrime dhe aty? Ka dhe aty të sëmur të cilët kurohen dhe trajtohen dhe vuajnë dënimin aty. Derisa të mbaroj dënimin, pastaj familja me qenë se është përgjegjëse, sepse i kalojnë përgjegjësitë edhe sikur të mos jetë nëna në jetë larg qoftë në një moment sepse dënimi do të jetë shumë i lartë në rastin konkret. Jo, nuk besoj të rrezikoj jetën e saj. Jo, po them për shumë vite se... I dënuari del përpara një komisioni se sa efekt ka bërë mjekimi, apo jo, kura e mjekve, apo jo? Jo, e visa i vuan dënimin në kushte spitalore. Kështu që dënimi mund të jetë i lartë, po aq sa parashikon vepra, por në kushte spitalore. Në kushte spitalore ku? Në spitalin e burgjeve? Tash, në cilin spitale e çojnë? E çojnë tek spitali psikiatrik, apo e mbajnë në spitalin e burgut? Kjo pastaj varet edhe nga vendimi që jep gjykata. Kur themi në spitalin psikiatrik ku? Në burgun e Shënkollit? Në spitalin psikiatrik, tek spitalin numër 5, po? Por që zakonisht, ata i mbajnë në spitalin e burgut, në qoftë se ai ka një dënim penal që jepet me vendim gjyqësor. Megjithatë, kemi një vepër penale të konsumuar nga 25 vjeçari, apo? Nuk është një vepër penale, sepse ka dhe armbajtjen pa leje, që unë nuk e di nëse është, sepse gjithmonë edhe thika do të ekzaminohet, nëse është në kushtet e një arme, është një thikë e vogël biçak që mund ta mbante për herë, apo e ka marrë që në këtë rast duket që e ka pasur për të vrarë, po gjithsesi do ekzaminohet edhe thika, e plotëson kushtet e një arme dhe do dali përsëri ekspertiza me vendim se çfarë kushtesh plotëson kjo armë. Nëse plotëson kushtet për të qenë një armë vërtet brenda parametrave që parashikon ligji, atëherë do të ketë edhe veprën penale armbajtje pa leje. Edhe pse jemi shumë pak ditë pas ngjarjes, por në nuhatin tënde profesionale prej shumë vitesh, çfarë mendon se do ndodhi? Pa i cënuar edhe hetimet, por edhe pa ndikuar tek gjykata pas hetimeve më pas. Mendoj që ky vrasësi ka një profil prej të sëmurit psiqik, por megjithatë, mendoj që do ta marrë dënimin me 79C në vrasje brenda familjes dhe dënimi i tij do jetë në 20 vite. Pra nuk do kemi mjekimin e detyrueshëm, por paralelisht mund të kemi dhe... Ai gjatë dënimit pastaj ka mjek aty që her pas here rekomandojnë shtrimin në spital, ose rekomandojnë shtrimin e përhershëm në spital, por që mund të marrë dënimin dhe pastaj mjekët janë në IEPV për të ekzaminuar në çdo kohë dhe për të qenë ka psikolog, ka mjek. Pra, ti thua që do shkoni besoj 79C-ja vrasje në rrethana brenda familjes, që është minimumi 20 deri në burgim të përjetshëm. Megjithatë, do të jenë hetimet ato që... Mendoj që dhe vrasja është gjak ftohtë, përderisa nëna thotë që nuk ka pasur një sherrë. Nuk kam dëgjuar debat. Po, nuk kam dëgjuar debate. Brenda 2-3 minutash kam dëgjuar të ndjerin që thotë shpëto veten. Nuk është gjak ftohtë, sepse nuk ka një arsye të jashtme, por ai brenda vetes e ka një arsye. E ka pra. Dhe prandaj ngecemi te aspekti i shëndetit mendor, sepse nëse shoqëria pranon që një krim kryhet në familje për shkak të një konflikti dhe mungese kuptueshmërie, në këtë rast ngecem tek aspekti i shëndetit mendor, sepse konflikti është brenda tij, nuk vjen nga jashtë, vjen nga brenda. Qartë? Dhe kjo është arsye që nuk shihet nga jashtë, por kuptohet nga brenda. Izolimi, çfarë do ndodhi me të riun? Shumë pak nga ana emocionale që të ripërsërisim edhe një herë në minutat e mbetura dhe intervistën. Për të qenë të sinqertë dhe të përveç, sigurisht është e vështirë në kushtet e vendit tonë që të rehabilitohen të gjitha veprat që kryen nga specifikat e shëndetit mendor. Sepse janë burgje tashmë të mbingarkuara dhe nuk është më ajo cilësi e nevojshme për të trajtuar. Do kemi një rëndim të riut?
Sigurisht që edhe me këtë vepër, gjendja dhe specifika e shenjtit mendor marrin një dimension tjetër. Trajtimi qoftë me mjekim, por dhe me terapi nuk e realizon dot sepse ka mbi ngarkesë në institucionet tona të vuajtjes së dënimit. Edhe kur këta rehabilitohen dhe mjekët mendojnë që kanë krijuar një lloj rehabilitimi që ndoshta mund të kthehen në komunitet, përsëri familjarët për shkak të kësaj trembje që vjen si kjo vepër, nuk e marrin përsipër që të jenë përgjegjës për t'i marrë pranë familjes. Dhe kjo bën që ata të mbeten Shëndeti mendor një emergjencë kombëtare apo jo? Patjetër. Patjetër emergjencë kombëtare. Patjetër. Rastet po shtohen, asnjë gjë nuk po bëhet, asnjë mekanizëm profesional nga ana e mjekësisë nuk ka në lidhje me këtë rast. Kemi ligje të mira për shëndetin mendor, zonja Pertena, se thash vazhdimisht që emisioni me zemër të hapur në këtë fashë orari po del sa më rrallë në transmetime të drejtë për drejta gjatë javës, nga e hëna në të premte, sepse dalin politikanët dhe flasin për hallet e tyre. Dhe kur ndodhin ngjarje të tilla, unë e thash që në krye të herës, edhe personazhet dhe njerëzit që kanë në kurriz një ngjarje kaq të rëndë sa kur jemi shokuar ne, imagjino edhe zonja që ka parë me sytë e saj gjithçka, që duhet merrte të birin ta largonte nga bashorti dhe të minimizonte ngjarjen, nuk ka mundësi dhe nuk ka hapësira për të folur. Edhe në emisionin e sotëm ne e patëm shkëputjen, ndoshta pjesën e madhe të emisionit e dham, por këtë pjesë të fundit nuk arritëm ta jepnim plotësisht. Atëherë, kemi ligje të mira për shëndetin mendor apo duhen rishikuar edhe një herë? Evis, mendoj si gjithmonë që politika është indiferente. Bravo gazetarisë, e cila merret me rastet në çdo aspekt. Ndërsa për shëndetin mendor e thash edhe një herë që mekanizmi për t'i çuar këta të smur, të cilët po shtohen dhe janë edhe moshë e re në tek mjeku psikiatër me zor, familjet shpeshherë nuk kanë fuqi për t'i dërguar. Kështu që duhet gjendur një mekanizëm. Psikiatri duhet të lëviz në terren, të shkojë ta shoh rastin dhe të urdhërojë që ta marrin për mjekim të detyrueshëm. Nëse do ta çosh, pra nuk duhet jetë qytetari tek mjeku, po të jetë mjeku në terren, siç flasim edhe për punonjësit social. Sidomos në këto raste. Sepse ndodhin ekstremitetet në çdo rast, edhe mjekësia flë gjumë. Psikiatri është në zyrën e tij dhe nuk bën asnjë gjë. Faleminderit zonja Pertena, Eksena. Ne flasim shumë për parandalimin, ndonjëherë më duket si absurde, sepse shenjat i kemi, prindi ka ngritur zërin, thjesht nuk ka një allk pa u bërë një vepër penale, sepse fatkeqësisht sot jemi që shëndeti mendor ka mbetur në faktin që duhet të bëjë një vepër penale, që të marrë trajtimin e nevojshëm. Ndërkohë që ne flasim për parandalimin dhe nuk ka hapësirë në parandalim, sepse ai thotë struktura e tillë është që duhet të ketë patjetër një shenjë agresiviteti, ndërkohë prindi thotë që kam një element që nuk po shkon. Hajde më ndihmo, nëse do kishte një strukturë që ta ndihmonte prindrit, sigurisht që kjo ngjarje do ishte shmangur. Prindrit e kuptojnë edhe vetë që janë të rrezikuar shumë shpesh dhe nuk kanë çfarë të bëjnë. Sa herë them kjo do jetë ngjarja e fundit që do të trajtojmë në studion e emisionit me zemër të hapur, aq më shumë shtohen rastet, po shtohet edhe përgjegjësia jonë për t'i treguar të gjitha këto ngjarje me përpikmëri, pa anshmëri dhe duke dëgjuar të gjitha palët siç ndodh çdo mesditë në studion e emisionit me zemër të hapur, saktësia, duke folur vetë protagonistët kryesor, por duke dëgjuar zërin e gjitha palëve na bën të ndryshëm nga gjithkush. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq, e ftoj regjin të ndjekim edhe një herë në fund të këtij emisioni intervistën e plot të nënës autorit, të cilën e falenderoj, edhe të bashortes viktimës. E ndjekim. Alo, zonja Kodheli, përshëndetje. Unë jam Evis Ameti, drejtuesja e emisionit me zemër të hapur në News 24. Ju japë ngushëllimet e drejt për drejta për humbjen e bashortit. Të doja të dija nga ju se çfarë ka ndodhur mesditën e 28 tetorit, midis djalit edhe bashkëshortit. Faleminderit një herë që interesosh, po unë e kam dhënë tek policia dëshmia të gjitha, s'kam kursyer kur gjë. E kuptoj. Gjithë, çka kam di, çka kam pa. Jam shumë e lodhur, jam shumë e trënditën. Në një bisedë paraprake që kemi pasur së bashku, zonja Kodheli më ke deklaruar që ke qenë pak kënaqur ditët e para me mediat se kanë tjetërsuar gjithçka në lidhje me atë që ndodhi mesditën e 28 tetorit. Prandaj dhe ju telefonuam
Sepse më premtuat që kishit shumë për të thënë. Unë e di që ke dhënë dëshmi në polici, po ti veç çfarë ke para ditë? Të merë kam pa, të merë zi, që të thamë unë, të merë kam pa, që me pa. Ju ishit në vend ngjarje ditën që Po, tu isha unë, tu brenda isha, unë Ishe kam marrë, brenda? kam marrë vjerën me, unë e kam heqë stikën nga dora, isha jashtë, sa pa ta dalë, kam i brenda, i kam gjetë të përleshur, burën me qonin, kotë, asë më kanë pas zanka, asë më kanë pas asë një loj, asë lloj grindje fare, kemi qanë krejt të qetë, atë ditë krejt të qetë, sa kanë qanë të nëzit cigare në duanë. e kuptoj, ju kishit konsumuar drekën, më pas ke dalë për të konsumuar një cigare dhe kur je kthyer çfarë pe? Unë nuk e nes cigaren, pa e nesë sa për qef, se nuk pi cigare fare. E kuptoj. Burri dhe cigare qunit edhe ja nezi dhe burri nuk e pinte asnjëherë, se kuptoj. nga që ka punon në tokët edhe nuk ja doron. E kuptoj. I ka mushkrit për shkak edhe të punës që ka punuar në minjerë. 12 vjet në tokët edhe ato si lekë si mori asnjëherë, hapun e punën. E qartë. Sa ku kishte djali që ishte rikthyer nga jashtë kufimve shqiptar? A kthy nga emigracioni. Nga emigracioni, sa ku kishte? Ka datën 22 qershor ka kthy. Me datën 22 qershor, kishit vërre gjatë gjithë kësaj kohe, deri me 28 tetor kur ndodhi ngjarja, diçka që nuk shkonte me djalin? Nga data 15 shtator, erdhi u mbyll në vetë në fakt, vetëm ti nxjerr fjalët si me zër. Ku të di, unë nuk e di. A keni kërkuar ju ndihmë tek specialistët e duhur? E kuptuat që diçka nuk shkonte? E qova ke doktoreshe më shkrive, se u kollipte në gusht, edhe me tha, në qëse nuk pi duhanin, ma të vjeri prap në muajin tetor, Po? që ta kontrollojmë 10 herë. Kur kam shkuar në fillim tetorit, thash, ngjoj, thash, quni im është bo ma keq, duhanin e pi ma shumë, nuk pi një cigare, po pi nga 2 për njeri, ta thush, gati ta thush, se nuk pi dhe 2 për njeri me vërtet. Thash, aje bo më keq. Ajo tha, aje ka një infeksionin në kokë, tha ti, tha, duhet merresh një neurolog. Neurolog, ne i tha qunit burri, edhe ai tentoj e hiku, kur i tha qunit burri, se do të shkoj me babi, tha, të vizitosh ka neurologu, i ka marrë një numër telefonit një neurologu, ky hiku, pa del drita, hiku, zbriti poshtë shtëpia motës nga inati, si ardhi keq, se pse më thot. E qyti për keq neurologu, a ke parasysh, unë mbyll atëherë mbrapa. Si e përjetoi ai vdekjen, se vetëm përpara pak ditë se të ndodhte dhe tragjedia në familjen tuaj, ju kishit humbur edhe vjerën, pra nënën e bashkëshortit, por edhe gjyshen e djalit. Si e përjetoi ai vdekjen e gjyshes? U ngri më keq. E kuptoj, pra nuk e përjetoi mirë. Jo, nuk e përjetoj mirë, edhe atë. Megjithatë, keni pasur debate kohët e fundit në familje, ndonjë xhelozi për shkak të vllait, të ti? Jo, ma thonë të si me shakaj, je mami Marlinit, je mami atiti, jo, jam dhe jotja, jam e jotja për gjithmonë, për gjithve, e gjithve, jo me nda, asni. Nga momenti i 22 qershori deri me 28 tetor, punon të djali? Jo, nuk punon të skun. Nuk punon të. Ishte i pa punë. Kishit probleme, do me thënë ju si prindër, ose edhe bashkëti ju të ndjerë që djali nuk punon të? Jo, i tha qunit burri, o babë tha, vinë që se do me punu, për veti babi nuk do leki, babi rurë një se mashin bakti. Jam vetë në gjenjë, unë tha, se kam problem vetëm që se do me punu, mi ma e leket vetë për veti, puno, për zdeshte, s'ka problem, babi tha, asnjëherë se ka pasi shkajti këta. Sa ku ka qëndruar në emigracion djali? 6 vjetë. 6 vite, ka punuar në Francë? Ka punu në ndërtim, pa punu pa regula, si të thamë në Pa regula, e kuptoj. E përjetoj keq rikthimin në Shqipëri? Po, pse u rikthye? Me vonë me tha, u jam penduar, tha, që kam marrë, mas shtatorit, mas shtëvonë. Bile mas shtatorit, a fundin fillimi të tetorit, harroj datën, që kur i kam thanë. Mami thash, në kësi e pendu, vazhdo, thash, rrugën e ke gati, hik, në qëse do lek të ndimoj unë, të ndimoj babi jotë, vazhdo, mamë, thash, rrugën tane. Sukri më mësë rrimi, mu mbyllë, thash, vazhdo.
Nuk e di nga erdhi, nuk e di. Ai ka bën një shkrim, e kam dërzuar shkrimin. Po, do doja dhe të pyesja, nga momenti që ti je larguar pasi ëngrë drejt për të konsumuar këtë cigaren dhe deri në momentin që ti riktheve, dëgjove zhurma brenda shtëpisë banesës? Unë sa kam dalë në cep të borrit aty, 10 metra maksimumi. Po. As kam gjuhë zhurma, as kam gjuhë zona njerë dhe sa kam marrë këtu drejt dritares shtëpisë time. Po. Ka marrë drejt dritares më ka thirrë burri. O val, shpëto vetën, njefto policinë. Thash që kanë to? Kam hyrë me vrapë brenda. Kur shoh që unë kishte ka përcjell burrit me thikat, asgjë tjetër. Kam arrije, kam kap thikën unë. Po. E kam kap thikën, e kam kap çunin për 2 dushe, e kam shtyp për kedera, e kam nxjerr për deret për jashtë. Kam mbyll derën me qelës, kam marrë dhe kam mbyll dhe dritaren, tu me dritaren, si e kam mbyll. Atëherë kam gjetë burrin tim kthy për my, se e kam kthy nga Mara, kaq, mulu me gjak. Pate mundësi të diskutoje me djalin pse e bëri këtë gjë? Jo, me gjana, ai hiku, djali hiku poshtë, me atë rrugë hiku, nuk ka kthy masë, disa gazeta thonë u kthy prap, mori dhe i levë, nuk e kuptoj këto. Fakt disa gazeta edhe gabojnë, edhe shpifin, mu më kanë bojnë njerë ka disa. Po, e vërtet edhe kjo. Edhe më vjen keq për këtë gjë. Mama, që e kam linde edhe e kam baj 4 vjetë, i kam dhanë me fi i gjos. Po. Dhe ai, në momentin që ti e tregove me hollësi se çfarë ka ndodhur, u largua dhe shkoi ku? Ke shtëpia motrës në plazh, atje është dërzu vetë policisaj. Ka shku policia atje dhe me ka thënë komshia. Masi ka mbyll derën e furgonin, për mu bo gati me hik, ka dal vetë e ka hyrë makinë policisë. Ka vot ke makina policisë. Aty e kanë kap ato me pranga. Po. I kanë dhënë dhe ujë, se ka armirat fikët. Po. I kanë dhënë dhe ujë vetë policë, edhe ke veni. E kuptoj. Pra është vetë dorëzuar, thoni ju? Po vetë dorëzuar, ato e kanë kap, atëherë ajo komshia më ka thënë ka dal vetë nga dera, se nuk ka prit kush më shku me i thy gjamin e me i thy derën. E kuptoj. Nuk e kanë bë lokal motrës vetë. Sa larg është shtëpia juaj me lokalin e vajzës? Oj, nuk ka lokal i vajzës, sa është shtëpia motrës time. Po, sa larg janë këto dy banesa? Unë jam në Kodra Kuajve, lartë me shtëpi. Ai është në plazh, në diçka me kavajs poshtë, në Bregdet. E kuptoj. Gjatë kësaj rruge që ka përshkruar djali, e ka takuar dikush, e ka parë dikush? Jo, vetëm plazh atje e kanë takuar ato ajo komshia që ka pas shtëpi tu dhe ka ble aty afër shtëpisë, ajo ka pa kur ka hyrë, ke shtëpia motrës ka hap derën tha dhe kur ka dal ka pa furgonin e policisë, ka mbyll derën dhe ka dal vetë. A ka folur, ka konsumuar diçka me motrën tuaj? Motra nuk është tu, nuk jeton tu, ka pas qelsin ky. Motra jeton në qi. E kuptoj. Fshinja juaj e kishte parë të shqetësuar, kishte mundur të kishte diçka? Që e kalove i tha mirë, keqen. Që kjo Marian në moment e ka hyrë ke policia. E kuptoj. Do doja të dija, gjatë momentit që keni konsumuar edhe drekën, duke qenë se ke pasur edhe kunatat atë ditë në shtëpi, keni pas njerëz. Po, keni vërë re diçka të veçantë tek djali, ndoshta nuk i ka respektuar siç duhet hallat apo ai ka qenë sikur ka respektuar neve, ka respektuar dhe hallat. Nuk ka bëj gjëna të veçanta me hallat. Po, ai përflitet që ka lënë edhe një letër. A mund të më thuash, e keni gjetur këtë letër, çfarë thoshte në letër? Ka ndërzuar policia ato letrat. Letrat janë pa lidhje njerëzore, nuk e di çka kanë ato. S'unë kuptoj. I gjetët ju letrat? Unë i gjeta dhe ja kam çfarë shkruaj në ato letra? Nuk pa lidhje, nuk mund e kuptoj se çfarë shkruante. Pra, fjalë të pa kuptimta apo jo? Kuptimta fare. Ka ngrënë drek atë ditën e mesditës së 28 tetorit? Ka ngrënë drek me hallat me ju? Hanë drek hallat. Dolën hallat jashtë, erdhi çuni kunatës për të marrë hallat. Njëna ishte mama vet, tjetra ishte tezja. Po. Edhe i thash Marian, hajde mama bukën e ti me Alfonsin sa ti i vjen zor për të hangër, dosha që të hante, jo se i vjen të zor. I dosha që të hante edhe ky. Hajde hanë me Alfonsin, thash i vjen turp, Fonsi që në haj vetëm. Erdhi, hangër bukë mirë. Çfarë diskutuan në atë tryezë? Pati biseda normale, njerëzore? Normalas, një zën nga as, një debatas. Ja,
Nuk rrin t'i mbyllën. E kuptoj, vetëm do doja të dija, sa zgjati momenti kur ju dolët për cigare dhe ju tha bashorti që shpëto vetën dhe lajmëro policin? Sa minuta, sa kohë zgjati? 2 minuta, s'kam ne 2 minuta, 3 s'ka zgjat tjetër, se nuk i kam lënë, e ka nis cigaren burri, e ka nis quni, unë e kam lënë, ma la dhe mu, unë e kam lënë të valin, thash do të nis kur të vi, kur t'vi brenda, nuk e nis jashta. So nuk e nis, nuk pi duhan, vetëm e kisha sa për qef. E kuptoj. Tu bësha ka me qunin, se nuk e pi duhanin. Po çfarë mund të ketë ndodhur midis bashortit të ndjerë, por edhe djalit? Ata e din ato, se unë nuk e di fare, s'kam gjua s'ti lloj zënie. Atë ditë në mëngjes ose disa ditë më përpara keni vënë re shqetësime tek djali, ka pasur debate midis bashortit të ndjerë dhe debate, djalit? jo, vetëm është mbyll për vetë, thash pra. Vetëm mbyllja në vetvete. Po, asnjë lloj debati. Sa larg mund të kesh qenë ti me debatin që mund të kenë pasur ata të dy? Bisedën ndoshta. Me qenë zën, me qenë me ngri në qik zënin, unë e ngjosha si ishte dritarja hapur. Me kupta? S'kam gjuhë vetë momentin kur ka thirr burri, kur kam marrë drejt dritarës, se me ka pa. Kur kam hyrë brenda i kam gjetë duke për lesh. Burri shka e të mbrojt, se s'kishte gjë ndër. E kuptoj. Thika ishte një thikë që ju e përdornit në banesë? Jo, s'është e imja jo. S'është e juaja? Jo. Ku mund ta ketë gjetur djali? E ka bler? Do ta ketë bler, se këtu s'ka që në thikë, nuk është e imja. Pra, thika nuk ju përkiste juve? Jo. Dhe e keni gjetur të ndjerin duke qenë në pozicion mbrojtës dhe që djali pas një lloj paralajmërimi mund ta ketë qelluar babain, apo jo? Po, ka qellu, kur kam hyrë brenda i ka pas qellu. 3-4 herë, ku di unë. Për një e kam pa unë zemër si e shtrina, se e mbule gjakë. E kuptoj. Ju dolët e pa dëmtuar duke qenë se arritët ta largoni djalin? Po, vetëm pak më ka prek thika kur e kam kap nga dora, se jo se me theri më ngulli mu. Pa mirë ma kishte ngulli mua, me kishte heq ma. Më vjen keq. Bëri rezistencë kur ju u afruat? Ai donte jo, me mua donte të godise prap. Burrin, jo mua. E kuptoj. Po, pse mund të ketë ndodhur, pse gjithë ky mllef ndaj babait? Nuk e di. Ai kishte kaluar në depresion, s'kishte mllef. Nuk ishte mllef. Jo. Vetëm çështja e depresionit. Po nuk mund ta kuptonit ju më parë zonjë, duke qenë se ju ka paralajmëruar edhe mjekja e lagjes? E kam quke doktoresha Mushkrive. E Mushkrive, po. Po ajo vuri re diçka, bravo. Vuri re diçka. Ju nuk morët në ndonjë mas? Ja. I thash burrit, ta qëm me polici, me gru tha policia se merr. Nuk e merr për pa bën një ngjarje, se merr për psikologjinë. Për depresion, se ka rënë depresion, nuk ta merr policia, pa bën pa i shkat. A pse ju e rekomandua, do me thonë që mund edhe ta denonconit në polici, edhe burri ka thonë i ndjeri të drejtë. Me një dy. Në fakt, po? Ka qënë ne djalin në ke policia për pa pas në i shenjë në gjohë që na boni. Si ta qënë? Edhe këshuma. Jo, dhe shumë e drejtë kjo gjë. Bashorti ka thënë të drejtën i ndjeri. Pa bërë diçka nuk mund ta çonit në polici. Po pse duhet ta çonit në polici edhe jo tek mjeku? Kjo është çështja. Po ndonjë zemra nuk shkonte, ishte i fortë, si do ta qoshim ne? E kuptoj. Pra, po ti thoni që duhet të shkojmë ke mjeku, nuk do pranonte. Jo, kur. Pra ju thoni që i ndjeri bashorti juaj dhe djali nuk kanë pasur marrëdhënie të trazuar as në fëmijëri, as në adoleshencë, në rini, por as edhe tani që u kthye nga emigrimi. Po, tash. Nuk kanë pasur mes njëri tjetrit. Pare, as burri i thonte babi, që se s'ke lekë, babi lekë. A i mbaj me lekët tuaja kohët e fundit? I jepnit ju para apo kishte para? Jo, pas lekët e veta. S'ja kemi marrë si lekë. A mund të pyes edhe diçka, ku i gjetët letrat e djalit? Letrat e kam gjetë tuk e shtëpia unë. Po, në çfarë vendi? Në dhomën e tij apo? Në dhomën e tij, këtu ku fleti, ku ka nejtë në dhomë, ne i thomi dhomë pritje, aty flinte ai. Atëherë kur ranë depresionin ka bën do flet format, si kam pas gozën shkollë lartë edhe ka pas blej një blok nga to fletet format bardha.
Ate kishte bo kopje 10 copë kopje. Qartë. Ah. Dhe çfarë Do t'i shkruante? qej- Konkretisht, fjalë të pakuptimta, por çfarë? Gjatë i qej me WhatsApp 2-3 fije letësh të Po, lexosh ti edhe. patjetër. Ha? Edhe ta Patjetër. mbyll. e ulodha. Patjetër, nuk e di, edhe unë do ta mbyll. A keni pasur mundësi ta takoni djalin se kur doli për mas sigurie në gjykat nuk ka qenë asnjë nga familjarët? Ja, s'kam qenë as nga njoftu, kush e s'kam shku, a ditë si e kanë pru, po, a ditë kam qenë nga policia, me e bili kam përtitur qenë, thash, ma mbylla derën, kash, Çfarë të tha? fare, vetëm ka po mbi shtyrit. A do mundeni ti paguani një avokat tani për mbrojtjen e tij? A për zotë s'kam, jam vetëm qyshe, kalamajti kam jashtë, s'kam me qa me hec, tishti a i ndjeri i gjallë, unë vdek, a i do hec si shkreti. E Unë qartë. thash, s'ka defense, di ka të shkoj. Të gjesha një avokat të sakt, të gjesha një psikolog, do ishte shumë e madhe për mua. Ajo ishte ndihmesa më e madhe. E kuptoj. Por ndërkohë, zonja Kodeli, do doja të pyesja pyetjen e fundit për ta mbyllur se dhe nuk je në gjendje dhe unë të falenderoj për këtë intervistë që zhvilluam bashkë. Atëherë, mund të më thuash ti do shkosh për ta takuar në burg apo nuk je gati për momentin Herë për momentin s'jam gati, por kërkesën e kam bë. për ta takuar? Po. Edhe një herë. Ose di se Po. një më tha në Durrës, një më tha ke 313, nuk e di, dhe shkoj të interesohem ke prokuroria, ta shoh. Ma vonë, jo herë. Një herë jo, një herë 3 herë. Unë të Jam e falenderoj. gati për të takuar, se jam gjik se sume edhe mund t'i përta, se i s'ka nevoj për përtitme, se ka dalë qarë mi përtit. E qartë. Unë të falenderoj edhe njerë, të jap edhe njerë ngushlimet e drejt për drejta. Falenderit që folëm së bashku, ashtu si që më kishit premtuar, që kishe shumë për të thënë dhe më the shumë detaje ditën e sotme. Falenderit edhe njerë dhe ngushlime. Bëhu e fort.